Nektari Gjumas. Prezanton Fondacioni Kur'anit. Gjumaja, dita më e bukur e javës. Gjumaja, simboli unitetit të muslimanëve. Gjumaja, koha e të shkuarit më pranë Allahut. Gjumaja, lulishte me lule të shumta e të ndryshme, me të cilat zbukurohet shpirti. Eja një çdo të gjuma të shëtisim me kopshtin e mbushur me dije dhe të mbledhim bashkë nektarin e luleve të saj e të kënaqemi me to. Çdo ditë të gjuma jemi me ju nëpërmjet emisionit Nektari Gjumas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin at-tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami'i al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit më shpëlotet. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur, dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit të Allahut qofshin mbi ju. Në çdo pjesë të universit, nga lëvizja e yjeve në qiell e deri te rrahjet e padukshme të zemrës në gjoksin e njeriut, shfaqet një harmoni e thellë që dëshmon për një rend të qëllimshëm. Ky rend nuk është i ftohtë dhe mekanik, por i mbushur me urtësi, ekuilibër dhe mëshirë. Sa më shumë që njeriu e studion natyrën dhe veten e tij, aq më lart dhe më e qartë bëhet kuptimi i jetës se kjo jetë nuk është produkt i rastësisë, por rezultati një vullneti të lartë që ka vendosur ligje të sakta për ruajtjen dhe vazhdimsinë e kësaj bote. Pikërisht, këtu fillon rruga e njohjes së vërtet, njohja e vetes si krijesë dhe njohja e Allahut si krijues. Reflektimi mbi trupin, mendjen, shpirtin ton, si dhe mbi lidhjen e tyre me ciklet natyrore dhe ligjet e universit, e çon njeriu drejt parullësisë dhe vetëdijes së thellë. Kjo hyrje në botën e reflektimit nuk është vetëm një ushtrim mendimi, por një hap drejt besimit të qëndrueshëm që mbështetet në dije, mbështetet në përvojë dhe në kuptimin e shenjave të Allahut të shpalosura kudo ku të kthejmë kokën, në qiell, në tokë dhe në vetë qenie njerëzore. Të nderuar dëgjues dhe shikues, do ju ftoja të ndiqnim së bashku surën Tariq, e cila është surja e 86 e Kuranit familart. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Për qiellin dhe për vizitorin e natës. E kush mund të ta shpjegoj ty se ç'është vizitori i natës? Ai është ylli që shpon terrin. Për çdo njeri ka mbikëqyrës. Le të meditoj njeriu se prej çfarë është krijuar. Është krijuar prej një lëngu që hidhet e që del nëpër shtyllës, ndërmjet shtyllës kurrizore dhe brinjëve. Me të vërtetë, ai, pra Allahu, është i fuqishëm për ta kthyer në jetë atë ditë kur do të zbulohen të fshehtat, kur njeriu nuk do të ketë as fuqi dhe as ndihmës, për qiellin që kthehet pareshtur dhe për tokën që plasaritet, që kjo është një fjalë ndarse dhe nuk është as pak shaka. Në të vërtetë, ata ngren kurthe, por dhe unë për Allahu ua kthej me kurth. Prandaj,
jepu pak afat jo besimtarëve, lëri të qetë dhe për pak. Të nderuar dëgjues dhe shikues, për ditën e sotme do të flasim rreth temës reflektimi mbi shenjat e Allahut në krijimin rreth e qarknesh dhe mbi të gjitha mbi trupin ton. Do të bazohemi në një ndër temat e xhuzit 21 të Kuranit famëlar dhe do të bazohemi veçanërisht në surën Rum dhe në ajetet e kësaj sureje. Allahu i madhëruar e ka krijuar njeriun me aftësinë për të menduar, për të vëzhguar dhe për të nxjerrë mësime nga gjithçka që e rrethon. Kurani famëlar nuk i drejtohet vetëm emocioneve të njeriut, por dhe mendjes së tij, duke e ftuar vazhdimisht që të meditojë mbi universin, mbi tokën, mbi qiellin dhe mbi vetë qenjen e tij. Një nga temat më të bukura që trajtohet në xhuzin 21 të Kuranit famëlar është thirrja për të reflektuar mbi shenjat e Allahut në krijim. Në shumë ajete të surës Rum, Allahu përmend argumente të qarta që dëshmojnë fuqinë, urtësinë dhe mëshirën e tij. Kjo temë është jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse sa më shumë që njeriu futet në meditim në lidhje me krijimin, aq më shumë ai fillon ta njohë krijuesin e tij. Kurani e fton njeriu të mos kalojë pranë mrekullive të universit me indiferencë. Shumë njerëz e shohin lindjen e diellit, rënjen e shiut, alternimin e natës me ditën, apo lulëzimin e tokës si ngjarje të zakonshme. Ndërsa besimtari i vërtet i sheh të gjitha këto që citova për ju. Pra, lindjen e diellit, lindjen dhe perëndimin e tij, rënjen e shiut, alternimin e natës me të ditës, të gjitha këto i sheh si shenja të krijimit të Allahut të plotfuqishëm. Besimtari e kupton se pas çdo dukurie, qëndron një urtësi dhe një fuqi e pakufishme. Allahu thot, Bismillahirrahmanirrahim, dhe nga argumentet e tij është krijimi i qiejve dhe i tokës, si dhe dallimi i gjuhëve dhe i ngjyrave tuaja. Me të vërtetë në këto ka argumente për ata që din. Ajeti 22 i surës Rum. Pra ky ajet na kujton se vetë larmia njerëzore është një mrekulli. Miliona njerëz jetojnë në tokë, por secili ka një fytyrë të veçantë, një gjuhë të veçantë, një sjellje të veçantë nga tjetri dhe një personalitet unik. Askush nuk është identik me tjetrin që ka në shoqërinë. Kjo shumëllojshmëri nuk është rastësi, por është një ndër argumentet Allahut xhaleshanhu për ne dhe një shenjë e fuqisë krijuese të Zotit të gjithësisë. Kur njeriu mediton mbi këtë fakt, zemra e tij mbushet me respekt dhe madhërim për krijuesin e gjithësisë. Një tjetër shenjë e madhe që përmendet në surën Rum është krijimi i bashkëshortëve dhe dashuria që Allahu vendosi ndërmjet tyre. Allahu thot, Bismillahirrahmanirrahim, dhe nga argumentet e tij është që për ju krijoi nga vetë lloji juaj bashkëshorte, që të gjeni prehje tek ato dhe bëri ndërmjet jush dashuri dhe mëshirë. Vërtet, në këtë ka argumente për njerëzit që mendojnë. Ajeti 21 i surës Rum. Pra familja është një nga mrekullitë më të mëdha të jetës njerëzore. Dashuria e sinqertë ndërmjet bashkëshortëve, kujdesi për fëmijët dhe lidhjet familjare nuk mund të maten me pasuri materiale kursesi. Këto të gjitha janë dhurata hyjnore të ardhura nga Allahu xhaleshanhu për ne. Kur njeriu reflekton mbi këtë realitet, kupton se Allahu nuk e ka krijuar jetën pa qëllim, por e ka mbushur atë me mëshirë dhe me urtësi të plotë. Përveç kësaj, lidhja bashkëshortore është një nga shembujt më të qartë të mëshirës së Allahut ndaj robërve të tij. Dy njerëz që më parë nuk njiheshin me njëri tjetrin, bëhen pjesë e pandashme e jetës së njëri tjetrit, ndajnë gëzime dhe vështirësitë, ndërtojnë një familje dhe mbështesin njëri tjetrin në çdo rrugtim të jetës së tyre. Kjo afërsi shpirtërore dhe emocionale nuk mund të shpjegohet vetëm me faktor material, por është një nga begatitë që Allahu e vendosi këtë gjë në zemrat e njerëzve. Prandaj, ruajtja e harmonisë familjare dhe respekti ndërmjet bashkëshortëve konsiderohen vlera të mëdha në Islam. Gjithashtu,
Familja është institucioni i parë ku njeriu mëson virtytet, mëson moralin e lartë dhe dashurinë për Zotin një dhe të vetëm. Prandaj, brenda saj formohen karakteret e brezave të ardhshëm dhe ndërtohet një shoqëri e shëndosh. Kur marrëdhëniet familjare mbështeten në besim, në respekt, në mëshirë, në dashuri dhe bëhen një me njëri tjetrin, atëherë nga ajo familje buron një burim i madh qetësie dhe lumturie për të gjithë anëtarët e saj. Për këtë arsye, Kurani e paraqet familjen jo vetëm si një nevojë njerëzore, por dhe si një nga shenjat e mëdha të urtësisë dhe kujdesit hyjnor ndaj njerëzimit. Po ashtu, Allahu tërheq vëmendjen tonë drejt natyrës njëkohësisht dhe ndryshimeve që ndodhin në të. Ku ai thot: Bismillahirrahmanirrahim, dhe nga argumentet e tij është sa ai ju tregon vetëtimën për frikë dhe shpresë dhe lëshon ujë nga qielli me të cilin e ringjall tokën pas vdekjes së saj. Në këtë ka argumente për njerëzit që kuptojnë. Ajeti 24 i surës Rum. Sa herë që toka thahet dhe duket sikur ka humbur jetën, Allahu dërgon shiun dhe ajo gjallërohet përsëri. Bimët mbijnë, pemët lulëzojnë dhe jeta rikthehet. Kështu është edhe jeta e njeriut, si një tokë e tharë. Në momentin që ne përmendim Allahun, adhurojmë Allahun dhe reflektojmë mbi krijimin e Allahut, trupi ynë, shpirti ynë, zemra dhe mendja jon fillon dal ngadalë të ringjallet si ajo tokë e cila në të ka rënë ai shiu mëshirës i Zotit të gjithësisë. Kurani e përdor këtë shembull për të na kujtuar dhe ringjalljen pas vdekjes. Ashtu si Allahu e ringjall tokën e vdekur, ai ka të mundur dhe të na ringjall dhe njerëzit dhe të gjithë ne në ditën e gjykimit. Një nga problemet më të mëdha të njeriut modern është se ai është mësuar me mrekullitë e krijimit dhe nuk i vëren më ato. Ai sheh qiellin, por nuk mendon se kush e mban atë, pa shtylla dhe pa mjete mbajtëse. Ai sheh detet, por ka harruar të meditojë dhe të reflektojë mbi urtësinë e krijuesit që i vendosi këto kufi ujrave. Ai sheh lindjen e një fëmie, por nuk mendon për mrekullitë e krijimit të tij. Dhe Kurani në këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues i kërkon njeriu vazhdimisht dhe i tërheq vëmendjen që të dalë nga kjo gjendje pakujdesie dhe të meditojë në krijimin e Allahut. Allahu gjithashtu e fton njeriu të reflektojë mbi veten e tij, të shohë se çfarë universi ka në brendin e tij dhe të falenderojë Zotin e gjithësisë për këto të mira që ai ka. Trupi i njeriu është një mikrounivers, që do thot një univers i vogël në brendin ton. Zemra rreh pa pushim, truri funksionon në mënyrë të jashtëzakonshme. Mushkërit po ashtu japin frym njeriut dhe vazhdimisht kemi miliona dhe miliarda qelisa që punojnë në harmoni të përsosur. Por cili e ka krijuar këtë rend kaq të bukur? Sepse të jetë rastishme, rastia, si mund të themi, ndodh një herë, një dy, dhe nuk mund të jetë kaq perfekte, pra duhet të jetë një forcë e madhe e cila mbikëqyr të gjitha këto në të njëjtën kohë, mikrouniversin ton dhe universin e madh rreth e qark nesh dhe s'ka tjetër përveç se Allahu të plot fuqishëm. Prandaj Allahu tregon fuqinë e tij dhe tregon ekzistencën e tij në këtë ajet. Prandaj drejtoje fytyrën tënde ka feja e drejtë, natyra në të cilën Allahu i krijoi njerëzit. Ajeti 30 i surës Rum. Ky ajet na mëson se njohja e Allahut është e lidhur ngushtë me natyrën e pastër njerëzore. Çdo njeri në thellësitë të zemrës së tij ndjen nevojën për krijuesin. Edhe kur largohet nga feja, zemra e tij vazhdon të kërkojë kuptim, të kërkojë qetësinë dhe të kërkojë atë qëllimin e vërtet, sepse për këtë gjë është krijuar. Kjo është pjesë e natyrës me të cilën Allahu e ka krijuar njeriu. Allahu na thot në Kuranin e shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. Për shkak të veprave të njerëzve janë shfaqur çrregullime në tokë dhe në det, që ai t'i bëj të shijojnë një pjesë të asaj që kanë punuar, që ndoshta të kthehen. Ajeti 41 i surës Rum. Ky ajet na kujton se mëkatet dhe padrejtësitë nuk mbeten pa pasoja. Kur njerëzit largohen nga drejtësia, shfaqen konflikte dhe padrejtësitë e shumta, shfaqen varfëritë dhe shumë probleme të tjera. Kur shoqëria largohet nga udhëzimi hyjnor,
ajo humbet ekuilibrin e saj. Megjithatë, ashtu siç e përmendët dhe më lart, Allahu e lë derën e pendimit të hapur për çdo kush që troket në ta. Qëllimi i këtyre sprovave nuk është kot. Qëllimi i tyre është që njeriu të zgjohet dhe të kthehet tek Zoti i tij. Kur besimtari, pra të nderuar dëgjues dhe shikues, mediton mbi këto ajete, ai e kupton se gjithë bota është një libër i hapur i shenjave hyjnore. Prandaj, të mos harrojmë se Kurani nuk kërkon vetëm leximin e fjalëve të tij, por kujton dhe kërkon prej nesh leximin e universit nëpërmjet ajeteve të tij, kërkon meditimin në ajetet e tij dhe kuptimin e krijimit të Zotit të gjithësisë. Prandaj, sa është herët dhe jo vonë të reflektojmë mbi krijimin, të meditojmë mbi të dhe të reflektojmë mbi krijimin e Zotit të gjithësisë dhe të vetja jon, dhe të falenderojmë Allahun në çdo hap që ne hedhim. Tashmë të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju lënë në mbrojtjen dhe ndihmën e Allahut xhaleshanhu dhe duke ju uruar një xumë të begat, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e xumas, esni shpejt për aty ku përmendet Allahu, dëgjojini hutbën, falni namazin, e lini shitblerjen. Kjo është shumë më e dobishme për ju nëse jeni që e dini. أشهد أن